Domethënë kur të vërtetohen se nuk ka dalje. Për gjithmonë, para mendoni veç në burg me Allah i na rujt prej kësaj sprovës. Para mendoj çfarë lodhje psiqike është me thonë gjyqi se ti do të jesh në burg për gjithmonë. Edhe pse s'ki zjarr, ki frigorifer, televizion, haje, pije, lëvizje, sado pak kam thonë mundohesh, nuk trej kurkush, po vetëm se je i burgost. Atë nuk ka punë burgi. Atje sa është punë burgi, atë çdo çast maltretim, dënim, tortur. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Shto Allah në Kur'an thot. Sa herë që do t'ju digjet lëkura. Sa herë që do t'ju digjet. Me njerë do t'ju riformohet. Që t'ju digjet përsëri e që ta shijojnë dhimbjen e xhenemit. Ateistët mundën mu tallë, s'është? Ama ani tallë në ju? S'ka lidhje. Se kjo është fjala e Allahut në Kur'an, ne krenohemi me këto fjalë. S'ka lidhje, po. Jo, kam qef, më njerë më vadhon përgjigjen kështu. Po. Ata kanë mu tallë, kështu s'ka u mirë kanë me lëkur. Po. Ne krenohemi se këto janë fjalë në Kur'an, është okay. Kështu që domethënë kur të binden ata se nuk ka dalje për zjarr me xhenemit, atëherë do të thonë po s'paku vetë vdesmi. Shpresë e madhe me vdekje. Veç me vdekja, që na tutmi sot prej vdekjes. Tutmi. Edhe para më tutmi prej vdekjes për shkak se jemi lodh prej dunjas. Prej mirësive të dunjas. Atje jo, s'ka mirësi. Atje do të ketë dhimbje. Allah na rujt. Edhe dhimbjet e xhenemit nuk do të jenë të njëjta. Se ka shumë hadithe dhe ajete të Kuranit që kanë përshkruajt zjarmin e xhenemit. Para mendoni i fundit kur do të hyjë në xhenem. Se sa prej Ademit alayhis salam deri tash, edhe deri në ditë kiametit, sa miliard njerëz do të jetojnë. Edhe sa do të jenë për xhenem. I fundit kur do të jenë në xhenem, a di çfarë do të thotë xhenemi? Do t'i thotë kështu Zoti, halim te, jo që nuk e din Zoti, por kjo është më na tregu madhështinë e xhenemit. Halim talat. Ai mbush. A di çfarë do të thotë xhenemi? Hel min mazid. Akala. Ka sa dush, se dikush tallet. Se ndoshta nuk ka vend për mund xhenem se do të mushet xhenemi. Jo. Ndëgjosh çka do të thotë xhenemi. Hel min mazid. Akala. Sa la kam vendun për xhenemlit. Domethënë shpresa e xhenemlit kur ta shef se nuk ka dalje për xhenemit, kam thënë o Zot merr më shpirt. Kjo është shpëtimi më i madh, domethënë që do ta kishte shpresu xhenemlia. Mirë, po nuk realizohet. Nuk realizohet. Edhe katër, se bota e ahiretit për xhenetlitë dhe xhenemlit s'ka vdekje. Do të ketë jetë pa vdekje. Kjo është dallimi mes jetës së dunjos dhe botës tjetër.